Po mirë, doktor Afrim, tash para se me I përmende dhe sëmundje tjera, po du më ndalë të që kjo pjesë. E tha ma herët që 6 orë nëse veç vinë. Hajtë tregom më pak që ta kuptojnë edhe shkus, cili është qaj ndryshimi që mos me prit as 6 orë? Realisht do me thënë gjithmonë. Çka ndodh? Po, e të shku, të dul diçka e zezë para syve. Je mirë dhe vjen pa prit. Diçka, është një psihie e zezë, pa prit do me thënë, kështu që, ose thua se, për shë këtë sy me këta s'po shoh. Është ide që do me thënë ti diçka po ndodhe e keqet të syni atë. Mos e pit me dha me pas dhimbje. Se dhimbje ndoshta s'ki heq. Ajo është ideja që gjithmonë pjesa më e madhe e njerëzve thonë, hajtë se do të më kaloj. Hajtë ka qenë momentit. Mos me marrë që çdo hije ka me qenë verbim, atë mos shkojnë atë ekstremin, do me thonë pa arsye që prapë se prapë, del diçka hije, të humb të pamrit, të turbullohet të pamrit për momentin, për në moment, ma mirë shka. Nështë asë është kur gjë heqë, që është diçka shumë e zakonshme që ndodhë, se na mund ndodhë që që thonë dhe na bjen një tension një gjokut dhe na do të kemi një terën syve. Po kur të lajë shtrihemi ose bojmë diçka realisht ajo fillon prapë, kjo nuk do të thonë se është mirë prapë se prapë, edhe me atë është mirë të shkohet me mjeku I syve. Sepse edhe syni ka tension, a mund të lidhet? Kjo s'ka lidhet pas tensionit. As lidhet me ato. As lidhet me atë, po tensioni I syve ato që ne quajmë që e shkakton glaukomën, domethënë. Mirë, po këtu te glaukoma, realisht gjithmonë kam dëshirë edhe ta kuptoj edhe pacienti, po ne gjithmonë edhe e diskutojmë me kolegët e mi. Glaukoma realisht ka një protokoll të ekzaminimit të glaukomës. Shpesh ka mund gabohet, ose ndoshta edhe mjeku ndonjëherë vetë pacienti e shtyn që ai mos të mirret me ato që duhet më marr. Për arsye se glaukom nuk është vetëm se kemi një presion të rritur të syrit. Shumë ka njerëz që kanë tension, për shembull, tensioni normal I syrit është prej deri 22 mm shkallës Gjives. Po. Që është një parametër normal. Deri 22. Tash çka ndodh? Edhe ndodh që vjen një pacient e ka 30. Domethënë tash nuk është glaukom. Menjëherë, s'mund të thonë por është tendencë. Është realisht është protokolli I ekzaminimeve që na duhet ta bëjmë patjetër taj pacient shohmi a ka me të vërtetë që ky tension I synit apo e dëmton fijen nervore. Rreth ne kemi 3 ekzaminime që I bëjmë këto. Fushën e pamjes, pahimetrin edhe OCT-n e nervit optik. Me këta 3 kritere realisht ne përcaktojmë që ai pacient duhet të përdor terapi ose duhet bëhet operim. Nuk do të thonë gjithçysh që ti një pacient e ka 27, 28 që është mbi nivelin asaj, ta fusim në operim një herë. Ky është gabim I madh, realisht. Duhet me përcjell. Duhet shifet apo ka dëmtime të fijes nervore. Se mund ndodhë që çaj 27 ose 28 mm që shkallës Gjives për çat pacient është normal. Se trashësia kurrës është çaq e madhe që ja lejon me pas atencion. Kjo është ajo ideja, domethënë. 27-30 nëse është dhe përcillet, a mund të na befasoj ta themi me u ngrit pastaj ai duhet të kontrollohet. Po, edhe nëse vetëm se tensioni I syrit mund ta dëmtoj shpejt fijen nervore nëse vetëm shkon dikon 60-70 që kemi